Mëngjes me diell në rajonin e Ballkanit, megjithatë ashtu si kundër në territorin shqiptar dhe në pjesën më të madhe të Ballkanit dhe kryesisht në zonat perëndimore do të ketë prezencë të vranësirave, fuqizim të tyre, rrebeshe nga mesdita dhe deri afër mbrëmjes. Për sa i përket vlerave termike, nuk ka ndryshime të theksuar të vlerave termike. Dhe konkretisht për ditën e sotme, kemi gjatë mëngjesit do të kemi kthjellime dhe vranësira kalimtare gjatë pjesës së parë të ditës kryesisht në zonat perëndimore dhe më pas do të kemi fuqizim të vranësirave dhe prezencë të rrebesheve afat shkurtra gjatë mesditës, ndërsa do të kemi në zonat lindore dhe në skajin jugor të Ballkanit vetëm kthjellime dhe vranësira gjatë gjithë ditës së sotme. Rrebeshet afat shkurtra, si kundër e tham, priten në brigjet perëndimore, shumë të pakta në veri dhe në thelsi të rajonit të Ballkanit. Kemi zonat lindore me kthjellime dhe vranësira, si kundër edhe të gjithë jugun, duke përfshirë pelgun e Gjeu dhe një pjesë të mirë të detit të zi. Për sa i përket vlerave termike, nuk pritet ndryshime të theksuara, mbeten relativisht të larta temperaturat sot në rajonin e Ballkanit, si në mëngjes ashtu edhe në mesditë, nga 5-6 në veri dhe në lindje deri në 13 gradë Celsius mëngjesi i sotëm në skajin jugor të Ballkanit, ndërsa në orët e mesditës me një rritje të lehtë të temperaturave do të luhaten vlera termike nga 16-17 në veri, si kundër edhe në zonat lindore, në përgjithsisht 20-22 në brigjet perëndimore të Ballkanit, ndërsa maksimumi do të qëndrojë rreth 25-26 gradë Celsius, që i takon sërish të Greqisë, po ashtu edhe Selaniku dhe Stambolli mbeten me temperatura mjaft të larta rreth 24 gradë Celsius në mesditën e sotme. Pra vetëm pas mesditës, fuqizimi i vranësirave theksoi kryesisht në brigjet perëndimore, shumë pak në brendësi të rajonit, duke bërë që të ketë rrebeshe afat shkurtra. Nuk ka problematika të përmbytjeve në rajonin e Ballkanit, megjithëse do të jenë rrebeshe afat shkurtra të shpeshta në pjesën e dytë të ditës, por afat shkurtra dhe në sasi të pakët në intervalin 24 orësh. Ky është informacioni për rajonin, do jemi sërish së bashku rreth orës 8 me tendencat pezitore të motit. A do të ndryshojnë temperaturat në territor? Do ta shohim.